Nuk paguhet me para sepse të ndërpritet karriera në momentin që ti ke energjitë më të mëdha për të dhënë. Je ndjerë keq? Për të dhënë, shiko, të vjen i natë shumë mendon dhe ke plane të tjera dhe ndërkohë ndodhin të papritura që unë s'ja uroj askujt. Po pse më misterë, pse s'na e thua? Foto tjetër. Cila ishte marrëdhënia juaj me Yuri Kim, me ambasadorën amerikane, sepse ajo mbështetje që ne unë thash nga ambasada amerikane, sigurisht që vinte radh parë nga shefja e misionit. Unë kam qenë në këtë foto, kam qenë në ambasadë dhe më është akorduar një vlerësim. Ju ka dhënë çmim? Ambasada, po, zonja Yuri Kim. Po. Në atë kohë kam qenë në detyrën e drejtorit të antiterrorit. Pa u bërë drejtori përgjithshëm. Pa u bërë drejtori përgjithshëm. Po. Tani duhet kuptojmë që ambasadori është niveli më i lartë i përfaqësimit të qeverisë amerikane në vendin tonë. Flasim për Tiranën, për Shqipërinë. Kështu që takimet me zonën ambasadore nuk kanë qenë aq shpeshta, pasi puna mblidhte patjetër me ekspertët që ishin të stacionuar, po themi, në ambasadën amerikane. A mund ta tregoni çfarë organizohet ju, sepse me atë që ka unë ndjeni, ju keni realizuar disa aksione të përbashkëta me përfaqësues të policisë amerikane, të FBI-s, ndoshta edhe të shërbimeve sekrete dhe të sigurisë të tjera. Mund ta thoni një operacion në një, sidomos në detyrën e antiterrorit, por edhe të drejtorit përgjithshëm të policisë? Shiko, operacioni që ne kemi realizuar bashkë me partnerët, domethënë hetimet dhe operacionin e patjetër që kemi pasur konsulencë, po themi, dhe mbështetje nga Shtetet e Bashkuara, nga agjencitë partnere. Jemi konsultuar pasi ekspertiza e tyre në këtë fushë dhe mbështetja teknologjike apo zhvillimi teknologjik ishte shumë herë më i madh se yni, kapacitetet, po themi. Gjithmonë janë gjendur, na kanë mbështetur, na kanë këshilluar për operacionin në vazhdimsi, po themi, që ka pas antiterrori. Në fakt, operacionet që kanë dalë me shumë sukses me partnerët amerikanë janë ato operacionet cilat nuk kanë dalë asnjëherë në media. S'kan dalë asnjëherë? Asnjëherë nuk kanë dalë. Atëherë na i nxjerr sot. Shiko, ju thash që unë sot jam dhe lektor në universitet dhe më vjen mirë që kam mundësinë që atë eksperiencë, atë ekspertizë që unë kam pasur gjatë gjithë karrierës time në polici, ta ndaj me studentët. Kazuset që kam janë kazuset që është përfunduar gjykimi, po themi. Nuk kam asnjë kazus që është në zhvillim e sipër, jam shumë i kujdesshëm të pjesë dhe i gjithë ky informacion, po themi, apo i gjithë ajo punë dhe eksperiencë mua profesionalisht nuk më lejohet. Nuk lejohet ti tregoj. Që unë ti tregoj. Domethënë nuk janë ato të Siris. Operacionet me Siris. Ato të Siris kanë dalë në media. Po se ato kanë dalë. Ato kanë dalë në media. Po janë të tjera që s'kan dalë. Janë të tjera që s'kan dalë. Dhe i lek shumë mistero drejtor. Dhe po ju them me bindje që policia ka ekspert, ka profesionist. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Dhe kur atakohet policia mua më vjen keq, me thënë drejtën, sepse aty kalova pjesën më të mirë dhe më të bukur, por nuk mund t'i fusësh gjithë në një thes. Më kupton? Janë zhvilluar operacione që edhe partnerët amerikanë, domethënë, na kanë vlerësuar maksimalisht lidhur me rezultatin dhe mënyrën se si është arritur tek rezultati. Kështu që është dashur këmbgulje, është dashur lodhje, ka pas rrezik. Por thash janë... I rrezikuar në njërë? Janë shumë operacione... Jeta jote është rrezikuar në njërë, zotin Ano? Shiko, kur e bën këtë punë për një kohë gjatë, nuk e kupton dhe ngrihet çika ajo shkalla e referencës, ku ti referohesh ti me rrezik. Se mund të kesh kur jeta juaj personalisht mund të kesh referencë tjetër për rrezikun dhe unë kam referencë tjetër për rrezikun. Jo, kur jeta juaj, këtu e kam fjalë, jeta juaj ka qenë rrezikuar. Kështu që rreziku është i vazhdueshëm. Rrezikut e ti jeton me rrezikun. Dhe ndryshe është një gazetar, ndryshe një drejtor policie. Ndaj të them pra, cila është referenca juaj për rrezikun, sepse kur jeton për ditë me rrezikun, ndoshta, kupton, e quan normale
edhe një... Dhe ju e qoni normale? Edhe një kërcënim që mund të bëhet, edhe një, ku di unë, kanosje që mund të ndodhe, etj. Por jam mësuar gjithmonë me një... Ka një shprehje shumë bukur të ndërkombëtarët që thonë be comfortable, being uncomfortable. Duhet mësohesh me atë... Jesh i rehat, pa komoditetin tënd. Duhet të jesh rehat me pa komoditetin tënd, që do të thotë që duhet të jesh gjithmonë alert, që nuk duhet të mbys rutina dhe nuk duhet ta flesh mendin që shikoj se nuk ka rrezik edhe në detyrën e drejtorit përgjithshëm të policisë, a ju kanë kërcënuar ndonjëherë zotin Ana? Ja, nuk kanë kërcënuar. Unë po filloj të dyshoj që ti thuat vërtetën apo jo, se ti pranove të tregoj në gjë, kështu që... Ja, nuk kanë kërcënuar. Jeta jote ka qenë në një rrezik si drejtori i përgjithshëm i policisë? Shikom, edhe lëvizjet e mia kanë qenë shumë të hapura dhe unë kam lëvizje edhe në këmbë kur kanë qenë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. S'kam parë asnjërin në këmbë. Në rrugë? Më kanë parë pa në rrugë. Në rrugë? Kolegë tuaj më kanë parë, i kanë përshëndetur, patjetër. Kam lëviz vetëm. Doja të isha vetë aty të bëj një fotografi, thoshë e ky drejtori i policisë vetëm kam lëvizje dhe nuk e kam pas problem fare. Thash edhe një herë, ta them me bindje që nuk kam pasur një kërcënim drejt për drejt. Nuk jam ndier i rrezikuar. Shikoj, njerëzit flasin sa duhesh, kupton, njerëzit flasin plot, ëh. Kështu që mua nuk më bën përshtypje dhe i konsideroj më tepër burra ata që vinë ta thon ballë për ballë. A ke pasur nga këta burra? Jo, s'kam pas deri më sot. Foto tjetër. Ky ju ishit suksesori ti? Po. Ju ishit pasardhësi I zoti Veliu, po. Ardi Veliu ishte parasi juaj. E vlerësoj shumë dhe kam pas marrëdhënie shumë korrekte si drejtori i përgjithshëm. Kam qenë drejtori i terrorit të Varcit si zotit Veliu. Ishin në Varci ti, po? Po. Kemi kaluar shumë mirë, shumë mbështetës, patjetër. Ka qenë dita e parë kur zoti Veliu dorëzonte detyrën dhe unë e merra detyrën. Edhe do dhani këshill zoti Veliu? Ditë me emocion, zoti Veliu më tha shijoje sot se nga nesër ke punë. Kështu tha, shijoje sot tha se. Shumë tha. E bukur kjo. Foto tjetër? Tani këtu keni një aktivitet, ishte foto publike dhe unë zgjodha me Renea. Po. Tani unë do pra ta djem atje që i kemi reparti më të rëndësishëm që mund të kenë institucionet e sigurisë në Shqipëri, dua të thuash disa fjalë. Ç'a është kjo trup elite që ka Shqipëria? Se pak flasim për ata, po ata janë heroj. Dhe unë kam shumë dëshirë t'i kushtoj disa minuta këtyre djemve që sakrifikojnë jetën e tyre, që bëjnë ato operacionet që vetëm ti e di se si i bëjnë. Puna me raportin Renea më ka lidhur edhe në detyra tjera që kam pas përpara, çdo operacion të vështirë e konsideronim dhe e planifikonim që ta realizonim me Forcat Speciale Renea. Po? Janë një ekip i veçantë, po themi, janë forcat elit policisë shqiptare, janë forcat elit, po themi, për sa i përket jurisdiksionit brenda Shqipërisë. Ka goxha potencial dhe brenda ekipit dhe brenda repartit Renea. Kam konsiderat shumë të lartë për të gjithë ata që punojnë aty. Jam munduar që t'i mbështes me sa kam pasur mundësi. Jam munduar që ata t'jenë gjithmonë në objektin e punës, sepse çdo gjë e vështirë, fjala e parë ishte të marrim Renean. Kështu thoshin, ëh? Gjë e parë? Po. Direkt Renean. Gjë marrim thrasim Renean. Tani Renea ka një objekt pune shumë specifike dhe nuk mund të përdoret për çdo kontroll apo për çdo aktivitet, po themi, që nuk është e domosdoshme angazhimi i kësaj force. Ajo që më vjen mirë është që Renea për herë të parë ka marrë pjesë në gara konkurruese në Dubai, kur unë kam qenë drejtori i përgjithshëm. Dubai, ëh? Po, morëm pjesë atje dhe kanë dalë shumë mirë herën e parë. I kam takuar sepse kam qenë dhe vetë në disa takime në Dubai në atë kohë. I kam takuar, pavarësisht se ata duke qenë më kërkues tek vetja, nuk e konsideronin që rezultatet ishin shumë të mira, por duhet të kuptojmë që
forcat tona speciale, pavarësisht se janë trajnuar dhe me forcat tjera speciale, qoftë rajon dhe ato perëndimore, kishin përballë forca që kishin kapacitet edhe më të madh dhe eksperiencë dhe më të madhe patjetër. Por në ato gara kanë dalë, për mendimin tim, kanë pas nivel shumë të mirë dhe e kemi parë pastaj çdo vit është bërë si traditë pjesëmarrje në këto. A merr Enea nga shteti ynë atë që u takon? Shpërblim financiar, po edhe logjistik. Shiko, duke qenë një trup e vogël në numër, krahasim me numrin e përgjithshëm, nuk e di numrin e saktë. Është sekret. Nuk takon mua ta them numrin e saktë, Po është sekret, po e kuptova. Çështja është që në raport me gjithë trupin e policisë janë një trup e vogël, po themi, në numër. Dhe mbi 50? Shteti po mbi 50. Dhe shteti nuk e ka përgjigje fare që të po jo, a trajtohen financiarisht ashtu si trajtohen financiarisht dhe trajtohen financiarisht më mirë se pjesa tjetër e trupit. Por jo mjaftueshëm shtetit. Mendoj që duan vëmendje më të madhe. Po pse se bëjnë më kaq ne këtë? Mendoj që duan vëmendje më të madhe, domethënë në çdo aspekt. Qoftë në trajtimin financiar, qoftë në trajtimin e pajisjeve, ka pasur zhvillim her pas here, nuk po flasim për Renea në vitit 90 sot. Ka një ndryshim shumë. Se është i vetmi repart në Shqipëri, madje edhe institucion që s'ka ndryshuar emrin. Nuk e ka ndryshuar. Renea, reparti eliminimit të elementeve të armatosur. I vetmi institucion që s'ka ndryshuar emrin. Kështu që se këtu vjen një forcë e ndryshon emrin. Renea s'e ka ndryshuar.